Babë e birë e nisën larjen e veturave në oborrin e shtëpisë. Por një kontakt me rrymen elektrike u amori jetën të dielën në mbrëmje të dyve në fshatin Maznek të Deçanit. Nga rrëfimet e familjarëve mësohet se i pari që psoi ishte 66 vjeçari Gjemail Mustafaj. Në përpjekje për ta ndihmuar babain, përfundoi tragjikisht edhe 34 vjeçari Hasan Mustafaj. Këta u dërguan në urgjencën e qytetit nga bashkëshatarët. Rastet kur kanë vrejë në urgjencë, dyjat ka qenë pa shenja jete. Parametrat kanë qenë pothuajse zero. Pa puls, pa hipertension. Përkundër kësaj, nga QKMF-ja e Deçanit, thanë se ekipet mjekësore bën të pamundurën për t'i rikthyer ata në jetë dhe ndoqën të gjitha protokollet. Shpresa për metudje, se këta kanë vazhduar me procedurat sipas protokolleve mjekësore. Domethënë kur ata vazhdojnë me reanimim, me administrim të banave adekuate, me defibrillim, me intubim, atëherë edhe procedura mjekësore ta obligon për mi dërguar në spitalin regional të Pejës. Edhe nga spitali i Pejës konfirmuan për televizionin se të dy pacientët i pranuan pa shenja jete dhe konstatuan vdekjen e tyre. Por si duhet vepruar në të tilla raste kur dikush bie në kontakt me rrymën? Por duhet ta sigurojmë vendin e ngjarjes, nëse na e shohim dikon që ka rënë rrymë, ajo shihet, duhet sporit të ndërpritet rryma dhe mandaj të veprohet te pacienti ose te qytetari familjari. Derisa prokurori i rastit është në pritje të gjitha ekspertizave rreth ngjarjes që ka quar në tragjedi familjare. Janë autorizuar edhe ekipet përkatëse të keqit që dalin në vendin e ngjarjes të përpilojnë raporte dhe të njëjtat të deponojnë në prokurori mbi të gjeturat e këtij rasti. Ky rast nuk e ka tronditur vetëm farefisin e familjes Mustafaj, por edhe gjithë komunën e Deçanit. Dhe jetë njeri pa tekst për te me shprej ngushlime, për te me konsolidar me ta, për te me ofru kretë mundësit që i ki sa do pak me avletu dhimtën. Ne na metet me ullut që mos me pas raste tilla, jo vetëm Deçan, por kur konë në Kosovë, kur konë në botë mos njefshin për kësi raste kash dëmshme. Gjemail Hasanaj ishte edhe luftetari UÇK-s, kurse djali i tij, 34 vjeçar, la pas vetës bashkëshortën dhe 3 fëmijë të vegjël.